Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Betohem në Fiq dhe Ulli. Gjetohem për fikun dhe ullirin dhe për Turi Sinain dhe për këtë qytet e sigurt. Meken. Allahu i madhruar betohet fillimisht në fikun dhe ullirin, sepse këto janë dy pemë shumë të dobishme për njerëzit dhe sepse ato kultivohen me së shumti në tokën e Shamit, vendin ku u shfaq profeti i madh Isa, i biri i Meriemës. Pastaj i madhruari betohet në Turi Sinain ose në malin e Sinait, i cili është vendi ku Musa i tase. I ju shpall profetësia. Me pas vjen betimi në qytetin e sigurisë, pra, në Mekën e nderuar dhe të bekuar, vendi ku Allahu i shpalli të zgjellurit e tij, Muhamedit tase. Profetësin. Kështu, i madhruari betohet në këto tre vendet e shenjta, të cilat ai zgjodhi për të shpallur shpalljet më të mëdha dhe më të rëndësishme për njerëzimin. Po përse betohet Allahu i madhruar në këto vende? Përgjigjja vjen më poshtë. Dhe malin e Sinait. O tefsiru suret, tin, ajeti, dhe në këtë qytet të sigurt. O tefsiru suret, tin, ajeti, me të vërtet, na e kemi krijuar njeriun në formën e harmonisë më të bukur. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Allahu i lartësuar e bëri njeriun në krijim të plotë të bukur, me gjymtyrë të përshtatshme, me një trup të qëndrueshëm, të cilit i është mundsuar çdo gjë për të cilën ka nevojë, qoftë në aspektin e jashtëm të dukshëm, qoftë në aspektin e brendshëm. Por me gjithë këto mirësi, të cilat Zoti i ka ofruar njerëzve, shumica e tyre nuk i shprehin atij mirënjohjen, ashtu sikurse do duhej të veprojnë. Ata janë të angazhuar në dëfrime dhe përjetimet mashtruese të kësaj jete dhe pranojnë që të bien në nivelet më të ulëta. Ata merren me gjërat të poshta, që përlyejnë dhe prishin moralin dhe vlerat me të cilat Zoti i ka urdhëruar që të pajisen. Prandaj edhe i madhruari thotë: pastaj e kemi kthyer atë në gjendjen më të ulët në këtë jetë dhe tjetrën. Pastaj do ta zbresim atë në më të ultin e të ultëve. Allahu i lartësuar kërcënon se do t'i gjys ata në vendin më të thellë në zjarrin e xhenemit. Atë është vendi të gjithë kryeneqeve, që është për fillim porositë e Zotit dhe në shtrimin ndaj tij. Të shpëtuarit janë vetëm ata që Zoti u ka bërë mirësi duke u dhuruar besimin e drejtë dhe të cilët kanë punuar me atë besëm, siç thotë i lartësuari, përveç atyre që besojnë dhe punojnë veprat e mira, për ta ka shpërblime të pandërprera. Përveç atyre që kanë besuar dhe bëjnë veprat e mira, të cilët do të kenë shpërblim të pandërprerë. Këta Zoti ka nderuar duke u dhuruar besimin e drejtë dhe moral të lartë. Zoti u premton atyre grada të larta dhe shpërblim të pandërprerë. Ata do të shijojnë kënaqësitë e shumta dhe lumturitë të përhershme në përjetësi. Vegatitë e tyre kur nuk do të mbarojnë, ushqimet e tyre do të vazhdojnë përjetësisht, e po ashtu edhe hijet e mrekullueshme ku do të qëndrojnë. Çka atëherë të shtyni ty o njeri që ta mohosh besimin? E pas gjithë kësaj, ç'të shtyu? O njeri të mohosh ditën e shpërblimit? Pra, pas gjithë këtyre shenjave dhe fakteve të sjella nga i gjithë dituri dhe i plotpushteshmi, cili është shkaku që të shtyjë në mosbesim dhe në mospranim të ditës së llogarisë. Ato duhej që të sillnin siguri të plot për takimin me Allahun dhe për llogarinë e drejtë. Mirësitë dhe begatitë e shumta me të cilat Zoti të ka privilegjuar, duhej të nxisnin tek ti mirënjohjen dhe në shtrimin për dhuruesin. Të gjitha ato duhej të ishin një nxitje e fortë, që të mos mohojë asgjë për të cilën të ka njoftuar Allahu i madhruar nëpërmjet profetit e tij. A nuk është Perëndia gjykatësi më i drejtë? A nuk është Allahu më i urtë i gjykuese? Është jashtë logjike që Zoti të kishte krijuar robërit e tij dhe pastaj të linte ata të braktisur, pa i udhëruar e ndaluar, pa u vendosur kufi dhe rregulla dhe pa i marrë në llogari e shpërblyer me drejtsinë dhe urtësinë e tij. A mund të logjikohet që Allahu, i cili e krijoi njeriun fazë pas faze, i cili i dhuron atij mirësi pas mirësie, i cili përkujdeset dhe ndihmon atë në çdo hap, dhe pastaj, në fund, ta lër atë të humbas në tokë, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë? Jo, përkundrazi. Allahu i madhruar do t'i kthejë njerëzit në një vend ku do të qëndrojnë përgjithmonë sipas asaj që kanë merituar dhe synuar në jetën e dynjas. Ai do t'i lërë përjetësh në atë vend për të cilën janë përpjekur dhe e kanë zgjedhur për veten e tyre. Këtu përfundon komenti i surës tin. Falënderimi i takon vetëm Allahut.